ti che zemër. Është shumë e thjeshtë, Sani, Evangjel dhe Landi, mami, babi dhe vllai. Unë gati 20 vjetë, mrejt në Itali për 6 vjetë edhe pastaj lëvizja në Amerikë. Ishim 6 muaj përpara Exodit edhe u organizuam prier me volejboll, babi mori një kontratë, kështu mori dhe vllai si trajner. Edhe për një vit u organizova dhe unë me lujt volejboll me Monopolin, kjo ishte skuadra e parë. Pastaj lujta me Lancianon, Pescara. Kam lujt volejboll në Itali për 5 vjetë. Kisha 3 teze që ishin rrobaqepse. Ne që ishim rrobaqepse, tash e kam kuptuar që ishin dizenjatorë. Që kështu kisha 3 teze, mami ishte shumë e talentuar dhe u rrita me një sens shumë të kuptimit modës dhe të siluetave, të harmonisë. Kur shkova në Itali, pata fatin me lujt 8 muaj volejboll, 5 muaj të tjera bësha modele fitting model, jo runaway. Punova me Blue Marine para dhe oflimit për linjën e verës, që kështu isha gjithmonë në botën e modës, ndërkohë që luisha sport, isha shumë afërt me modën. Kur isha në Pescara, në neshin e fundit u vrava në shpatull, që mendova që gjatë verës do të bënte më mirë, por nuk u bë. Që kështu kur filloi kampionati, nuk e ndjesha veten mirë me qenë botën time, që e njihsha kaq mirë dhe isha invalide. Që vendosa me udhëtu për një vit, në atë kohë isha martu me një italian, me një ish volejbolist, edhe udhëtum për një vit, shkum në Paris, në Spanjë, Helsinki, edhe ndalum New York, edhe më pëlqeu shumë Amerika, mendova që Amerika do shfrytëzonte talentin tim më mirë se Italia. New York më duk shumë i ftofët, nuk më pëlqej ftofti, që kështu zbritëm poshtë Miami. Dhe rash në dashuri me qytetin, Miami Beach, South Beach. Më vonë martova me një Sudafrikan dhe kam një djalë që tash është 11 vjeç dhe ne vazhdojmë punojmë së bashku në biznesin tonë. Tash më i fundit më e famshme është Katy Perry që ka vesh 2 fustanet tona dhe i dërguam edhe një të tretë që nuk e zgjodhi në fund, po që ndërkohë me Katy Perry po punojmë, kemi punuar me Paula Abdul. Me Jennifer Lopez kam punu shumë vite për para, ajo tash është në LA, nuk është Miami shumë. Stilistët punojnë me neve. Çdo celebritet ka 1, 2 o 3 stilista. Ato zgjedhin rrobat që do i bëjnë më të bukura dhe më speciale. Që shpesh herë vinë ke neve sepse ne kemi një koleksion të 70.000 copë. Një librari gjigande, me ngjyra, me silueta, që kështu është kollaj me gjetë një veshje tek ne që askush tjetër nuk e ka. Dhe kjo është arsyeja që shumë stilistë vinë ke punishtja jonë. Në vitet e para që unë shërbesha më person, kisha kontakte me Jennifer Lopez, jam taku me Anna Kurnikovën, jam taku me Caroline Wozniakit. Si bota normale, të janë fantastik, sa nuk janë aq shumë. Tashi kam 18, kisha më shumë atë për më përpara, por tashi e kemi drejtu biznesin më shumë në haute couture, në rroba shumë të kushtueshme. Me që konkurenca me Kina nuk bëhet shumë e fuqishme për ne me bë mass production, prodhimin mas. Ndërkohë janë kompani çik më të vogla që shpeshherë imitojnë pjesë të koleksioneve tona. Tashi koleksioni ka gati 20 artë dhe silikonet ndryshme që është gati e pamundur me na kopju, po që ato më të kollajshme ngaherë kopjojnë çik. Europa donte të më mësonte në fakt, që donte të më mësonte kompleksin.
Unë isha volejboliste e talentume dhe mendosha që isha e zgjuar që kështu e refuzova gjatë gjithë kohës të më fuqin atë kuti. Kushdo që do me të bëtë vogël është vetëm se jam të vegjël vetë. Kurse Amerika është e madhe, nuk ka nevojë me të zvoglu ty që ta ndjej veten më mirë. Sigurisht për mirë, nuk diskutohet. Është për mirë. Ka gjëra që është në përmirësim, por ne jemi vend i ri që kështu duhet me pas durim për veten. Duket e çik si pas sistem, por nganjëherë dhe pas sistem ka më shumë emocion mrena se sa gjonat e rregulluara. Për shembull Las Vegas nuk më pëlqen fare. Më duket shumë i organizuar, më duket falso. Tirana ka puls, duket më natyral. E para gjë që kam vënë re që neve nuk bëjmë shumë komplimente, ne nuk jemi shumë fuqizues për njëri tjetrin. Që kështu ti duhet të jesh shumë i fuqishëm në Shqipëri që ta mbash veten, sepse duken sikur njerëzit duken shumë kritikues me njëri tjetrin, kurse në Amerikë është një ambient shumë fuqizues. Që kështu gjithmonë njerëzit fuqizojnë, të japin më shumë, të ngrejnë, ke idenë të është si skuadra e volejbollit që ti përqafon njëri tjetrin, hajde ta bëjmë dhe ke forca, nuk i themi hey, ti zhyt e keq, ti se kape topin. Neve nuk jemi shumë mirë me veten tonë. Edhe si person nuk është me njëri tjetrin vetëm. Nëse ne ndryshojmë një mentalitet të tillë, do ishte shumë fuqizues për të gjithë neve. Shkoj shumë mirë në fakt se neve bëm një punë që duhet një muaj për 4 ditë që ishte fantastike. Që vetëm shqiptarët mund të arrijnë të krijojnë një gjë të tillë. Se për shembull unë bëna Miami Fashion Week gati 4 muaj përpara. Edhe u organizuam 4 javë përpara çdo gjë me pak kohë që kishim neve krijuam një gjë fantastike. Kemi gocat shumë të bukura ne. Unë në Miami u detyrova me kalu 200 goca me gjet 15. Tu kishin 40 goca, 30 ishin fantastike.